është Shqipëria që deshi Ismail Qemali, që mendoj Fanoli, Shqipëria që vuajti Fishta dhe tjerë rilindat shqiptar, është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria europiane dhe vetëm europiane. Dhe ka vetëm një njeri dhe vetëm një forcë politike që mund ta bëjë realitet këtë ëndër. Është Edi Rama dhe është Partia Por opozita jonë nuk janë ata mjeran. Opozita jonë e vërtet jeni ju. Janë kërkesat, ëndrat, investimi në shpresë i qytetarëve shqiptarë dhe i të rinjve të këtij vendi. Ajo është opozita jonë më e fortë. Partia Socialiste ka fituar garën me kundërshtarin politik, por ka humbur garën me ambicien e saj politike. Për shumë kohë kjo do t'jetë humbja jone e vetme, sepse ambicjet tona janë të pafundme dhe kanë përmasën e ëndrës tuaj dhe shpresës që shoqëria dhe Shqipëria ka tek ne. Gara jonë është vetëm e ëndrën tuaj. Opozita më e madhe e Partisë Socialiste sot dhe e qeverisë jeni ju dhe Edi Rama, kryeministri i vendit. E keni patur dhe do ta keni gjithmonë në krahun tuaj. Më i pushtetshmi, por më opozitari. Më krenari, por edhe më kritiku. Nuk na mjafton kontrasti dhe krahasimi me ta. Nuk kënaqemi. Jemi vetë kritik. Opozite vetës, kemi dyshime për gjithçka, masim pulsin e shoqërisë, gabojmë, provojmë, përmirësohemi, vetë korrektohemi. 10 milion turist në një vit në Shqipëri nuk kanë ardhur vetëm të grishur nga një kryeministër i jashtëzakonshëm si Edi Rama që si lëk kursur ambasadorit rus në mes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit. Ata kanë ardhur të ndjell nga një vend me diell, me dritë, shpresë, optimizëm, një vend që pavarësisht halleve është dinamik, i sigurt për t'jetuar dhe pushuar, me një rilindje urbane fantastike, me trashëgimi kulturore të kuruar, me sistem infrastrukturor të përmirësuar, me kujdes mjekësor të garantuar, me shërbime të mira dhe me bukën e kripën më të lirë në Evropë dhe zemrën e bardhë si askund tjetër.